Gare fort për këpucën e artë këtë sezon. Në top 10 ndodhet edhe ylli kosovar Vedat Muriqi me 14 gola dhe 28 pikë, duke treguar formë fantastike në La Liga. Në krye të renditjes janë Kylian Mbappé dhe Harry Kane, të barabartë me 21 gola dhe 42 pikë, duke luftuar për titullin më të madh të golashënuesve në Evropë. Erling Haaland ndiqet nga afër me 20 gola dhe 40 pikë, gati të rikthehet fuqishëm në garë pasi që nuk luajti në fitoren e Manchester Cityt kundër Wolves. Të tjerët në top 10 përfshin Igor Thiago 32 pikë, Darko Lemajić 29 pikë, Vangelis Pavlidis 28.5 pikë. Ndërkohë, Ibrahim Diabate, Daniel Karlsbach, August Priske-Fliger dhe Ayase Ueda ndojnë 27 pikë secili, duke treguar se çdo gol mund të bëjë diferencën. Vlen të përmendet se golat në La Liga, Ligën Premier, Bundesliga, Serie A dhe Ligue 1 vlen nga 2 pikë secili, ndërsa në ligat e tjera evropiane golat vlen midis 1.5 dhe 1 pikë për gol. E këtë sezon lufta për këpucën e artë është më e fortë se kurrë.